Presidenti Osmani e ka përfaqësuar Republikën e Kosovës denjësisht dhe ka qenë, sipas meje, reflektim i kësaj demokracie të re, dinamike, të formume, të shkollume. Këtë në rregull. Dhe shumë mirë që e ka arrit këtë nivel dhe ka ardhur deri në fund, tash po shkon deri në fund mandatit, me korektësi dhe me pavarësisht ka mendojnë ndoshta disa. Nuk e di çfarë planesh ka zonja Osmani. Jo, do të jep një votë për të. Presidentja, po unë mendoj që kurdo që një profil i tillë vendos me u rikthy ndoshta në jetën politike aktive, se si president nuk s'jen aktivisht në politikë, kurdo që një profil i tillë, atëherë duhet me u konsideru si pasuri, Kjo përgjigje po m'len me kuptu që po bëhet kryetaria e tretë. Jo, Në sekretare do të jetë vetë aftëse. Unë nuk po shoh vend tjetër. Po nuk mund të më paragjikune as nga do shkoj zonja Osmani e Partisë Guxo që ka qenë kryetaria e parë. Të thotë, nuk ne shiko. po flasim edhe pak muaj kanë met deri në përfundim të mandatit dhe sigurisht presidenti Osmani është në kohën që do të më pas një zgjidhje. Është hipotetik, është tepër hipotetik kjo. Ky spekulim është absolutisht. Jo se na po flasim për përfundimin e mandatit, na po flasim për një parti që e ka themelu vetë, e që aja parti e ka pru edhe në presidencë, e ka bo presidente, dhe po flasim edhe për një mundësi tjetër që... Partia Guxo që ka themelu zonja Osmani, është mirë që ka vazhdu rrugtimin dhe ka marrë formë, është forcu relativisht mirë, aq që dimenzionin e saj ka, peshën sa ka, po e ka cilësore, ne gjithë deputetët e Guxos jemi me legitimitet solid në kuvend, jemi profile absolutisht, gjithë profilet prezentueshme të etabluara politikisht, profesionalisht, dhe të thot, ka vend për gjithë, edhe në Guxo dhe në skene politike. Pyetja Kraku, pyetja është, pranoni ju ta votoni dikë tjetër për president? Apo e keni kusht Vjosa Osmanin president edhe në mandat? Jo, nuk e di kush e ka kusht Vjosa Osmanin, apo... Si Guxo? Jo, nuk e di si do jetë punë, në fakt është tepër herët se a pa aty që kushëzimi për shembull, disa në opinion, edhe eksponent LDK-s, e kanë përmend që ne duam marrëveshje PAKO, marrëveshje politike globale, e cila do ta përfshinte edhe presidentin. Dhe kam një pyetje që nuk do të mund t'ju lë të shkoni nga ky studio pa u bërë. Çfarë keni me media ju, Guxo? Kush na? Donika, ministrja jashtme, shquhet për gjuhë kundër medjave. Zoti Peci, gjithë fushatën e koncentrojnë në gjuhë kundër medjave. Ju personalisht keni gjuhë kundër medjave. Jo, për media po dojnë në Kam përshtypjen më shumë se sa... E komisarim tepër kapshë me logjik për këtë punë. Jo, do ta bëj një konstatim. Më shumë se sa secili eksponenti vetëvendosës. Keni gjuhë më të ashpër se sa Hysen Dyrmishi e Sali Zyba, që janë origjinali lëvizëve vetëvendosës.